Bilanci i zjarreve në qarkun e Shkodrës është më pozitivi për sa i përket menaxhimit, anës menaxheriale në të gjithë bile jemi përmendur edhe nga qarqet për sa i përket menaxhimit të mirë të situatave, sepse po ta shikosh nga numri, ne kemi të dytët mas Vlorës për sa i përket numrit të rënies së zjarreve. E vlerësoj shumë bashkëpunimin me policinë, gjithmonë prezente dhe sinjalizuesja e parë e situatave të zjarrit. Po marr parasysh situatën e vështirë që kishim në Fusharrës. Duhet të tërheq vëmendjen reagimit të njësive vendore. Gjithmonë është tendenca për me e lanë strukturave qendrore. Nuk duhet me ekzistu sepse njësitë vendore dhe punojësit atje janë ato të parët të cilët e njohin situatën më mirë se sa ato që do të vinë. Për sa i përket dua të falenderoj gjej rastin forcat e ndërhyrjes zjarrfiksave në Shkodër. Me një reagim, me një përgjegjësish që nuk e kemi patur vite tjera. Duat të ngresi problematik është kjo që theksova më parë. Është shumë e domosdoshme në qoftë se kemi shkallë të madhe përgjegjësie të njerëzve të cilët banojnë në zona, komuniteti, kryepleqt, administratorët, nuk duhet të lanë derisa të shihet flaka. Një tym i vogël, një lajmërim me njëhershëm është një parandalim i domosdoshëm që sjell rezultate shumë pozitive. Sepse në qarkun e Shkodrës vetëm menaxhimi i mirë i këtyre rasteve nuk na ka çu në dëm me materiale të pa kontrollueshme.